që nga 28 marsi, 4 ditë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s, edhe bombardimet e okupatorit serb janë intensifikuar posaçërisht më 28 mars. Dhe konkretisht në institucionin e Radios Kosova e Lirë, okupatori serb na ka gjuajtur edhe me bomba, me kaset bomba, të quajtur kaset bomba, me 8 kaset bomba me datën 28 mars, kështu që për fat të mirë, për pak metra kemi arritur të shpëtojmë bombardimit të objektit të Radios Kosova e Lirë. Prap me 1 prill, në kanë granatuar me raketa tok-tok, okupatorët serb, në të njëjtin vend, por për fat edhe atë datë kemi arritur të shpëtojmë më të keqes, kështu që edhe sot e kësaj dite ekipa komplete e realizimit të programit të Radios Kosova e Lirë është e shëndosh si trup e realizimit të programit Kosova e Lirë dhe punon edhe sot e kësaj dite me bombardime të rreshtura mbi pozicionet tona, jo vetëm të Radios Kosova e Lirë, por për fat të keq edhe mbi pozicionet e popullatës civile, në të cilat kjo popullat është fshehur dhe gjendet edhe sot e kësaj dite e kapluar nga uria, nga etja dhe nga vujtjet e një pasnjëshme të okupatorit serb.